nderuar televizionistë, përshëndetje, jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama ka vijuar fushatën elektorale me një thirrje të drejtë për pjesëmarrje në votim ndaj imigrantëve shqiptar në Greqi, vendi që ka përqindje në më të lartë të regjistruarve në diasporë, por pjesëmarrjen më të ulët në votime. Ai ndau gjithashtu disa detaje për përgatitje në sheshin Skënderbej në kuadër të samitit të Komunitetit Politik Evropian që mbahet me 16 maj në Tiranë. Edhe këtë të martë, kryeministri Edi Rama e nisi ditën me një mesazh të drejtë për shqiptarët që jetojnë në Greqi, duke i bërë thirrje që të marrin pjesë në votimet e 11 majit. Sipas të dhënave, Greqia përfaqëson 27.8% të regjistruarve në diasporë, por ka pjesëmarrjen më të ulët në procesin zgjedhor me vetëm 9.6%. Rama u ndal në këtë kontrast duke i ftuar bashkëdhetarët të mos e neglizhojnë votën. Pavarësisht vështirësive që u krijuan me kompania e madhe globale DLL-ja, në ditë e para pati vështirësi, pati ngecje, tani janë shpërndar mbi 19% e zarfave. Në ishuj mbaron sot mundësia për të dërguar votën. Në Gadishull ka akoma disa ditë, por mos e lini për ditën e fundit. Hapeni zarfin, vini shënimin tek numri 5 dhe dërgoni mbrapa. Ai theksoi se çdo vot për Partinë Socialiste është një vot për përkatësinë europiane të Shqipërisë dhe për avancimin drejt mbylljes së negociatave. Me vendimin e 11 majit, me fuqinë e 11 majit, me mbylljen e negociatave për antarësinë në Bashkimin Evropian, ne nuk do të jemi më thjesht europian me zakon, por dhe europian me ligj. Nuk do të jemi më europian të huaj për Europën, por do të jemi europian të barabartë në Europë. Në mesazhin e tij, kryeministri adresoi dhe kritikët dhe ata që janë të pavendosur, duke i ftuar të mos bien pre negativitetit. Po, patjetër, edhe ty të bëj thirrje mos votosh Nila, me që e ke mendjen në kënet dhe me që nuk ke asnjë, me sa duket, asnjë lloj tundimi që mbase voton për mua dhe për Partinë Socialiste dhe voton bashkë me shumicën për Shqipërinë në BE, mos voto fare. Pak më mos shko dhe hidhesh në kënet. Në një tjetër komunikim në rrjetet sociale, Rama ndau dhe disa nga përgatitjet që po bëhen në sheshin Skënderbej, ku me 16 maj do të bëhet samiti i Komunitetit Politik Evropian. Nga sheshi Skënderbej nën hijen e vet atij, profetit historisë son kombëtare, Gjergj Kastriotit, ku do të kalojnë të gjithë udhëheqësit e Europës në datën 16 maj dhe këtu po bëhet edhe shtëpia e Europës me vizatimet e fëmijëve të gjitha qyteteve të Shqipërisë. Në këtë samit pritet të marrin pjesë rreth 50 lider evropian, ku do të theksohet roli i Shqipërisë si një partner strategjik për stabilitetin rajonal dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Kryeministri nënvizoi se pjesëmarrja e lartë në zgjedhje përfshirë edhe diasporën do të shërbejë një mesazh të qartë për Europën, për vullnetin e shqiptarëve për të qenë pjesë e familjes europiane. Nga Librazhdi, ku zhvilloi takimin elektoral të së martës, kryeministri i vendit Edi Rama ironizoi kundërshtarin të moralizotit teksa prezantoi programin e Partisë Socialiste. Rama ju kërkoi votën qytetarëve të Librazhdit për zgjedhjet. Kryesocialisti tha se me 11 maj duhet të shënojë një fuqi marramëndse për të realizuar ambicjet europiane. Takimin elektoral në Librazhd, kryesocialisti Edi Rama e nisi me ironi ndaj deklaratave të drejtuesit të qarkut të Elbasanit në opozit të moralizoti. Por kam ardhur me shumë frikë sot. Kam ardhur me shumë frikë edhe gati isha duke u kthy mbrapsh se ka dalë njëri kënej që do na hajt gjallë. Edhe thash, mi pos nuk e shoh gjëkundja dhe. Sot kemi dhe një takim të madh për mbylljes në Elbasan. Edhe ju falenderoj shumë që jeni kaq shumë tu se duke ju pa kaq shumë edhe mua më del pak frika. Më del pak frika se ai kur thot do ham, ai ha me gjithmen.
Rama prezantoi pjesën qendrore të programit elektoral duke bërë një krahasim me Shqipërinë e vitit 2013. Sipas tij, të ardhurat për frym janë trefishuar. E kemi gjetur vendin me 3.300 euro për frym në vit. Sot jemi në 10.324 euro dhe do të shkojmë në 15.000 euro në Shqipërinë 2030. Vazhdojmë. Kreu i qeverisë tha se borxhi publik është ulur dhe financat janë në bazë të qëndrueshme, ndërsa premtoi rritje të pensioneve. Borxhi ka qenë 70% zyrtarisht, por shumë më i lartë në fakt me gjithë borxhin e fshehur që ne e gjetëm dhe e adresuam, dhe sot ne kemi ulë në 54%, që është brenda normës dhe që do të thotë se financat tona, do të thotë se ekonomia jonë janë mbi themelet sigurta. Për mandatit 4 të realizojmë që në Shqipërinë 2030 të mos ketë më asnjë pension nën 200 euro. Vazhdojmë. Por premtimin e diskutuar për 300.000 vende të reja pune, Rama tha se është një objektiv i realizuar. Nga 1.023.000 ke 1.327.000 sipas aritmetikës që kam mësuar unë në lice artistik, më duket se janë 300.000 e diçka më shumë, apo jo? Pra ja ku janë 300.000 vendet e punës, ndërkohë që aritmetika është në hall të madh. Në mbyllje Rama u bëri thirrje banorëve të Librashtit që më 11 maj të votojnë për Shqipërinë Europiane për të përmbyllur procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Që të krijojmë një fuqi vendimarrëse sa më të madhe në Tiranë për të mbyllur negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian brenda 2027-s dhe me Shqipërinë, me BE-n në Europë, besojeni, do të bëjmë për Librashtin dhe për Elbasanin shumë më tepër se sa gjithçka kemi bërë ne dhe ata përpara nesh së bashku deri më sot. Shumë faleminderit. 5 ditë përpara zgjedhjeve të 11 majit, Partia Demokratike akuzon qeverinë për diskriminim të qytetarëve brenda vendit dhe kërkon zgjatjen e afatit të dokumentit të identitetit për qëllime zgjedhore në të njëjtën mënyrë si për emigrantët. Partia Demokratike ka bërë thirrje qeverisë dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të ndërhyrë menjëherë për të garantuar të drejtën e votës për 466.000 qytetarë rezident në Shqipëri, të cilët aktualisht kanë dokumente identiteti të skaduara. Në një deklaratë për mediat, përfaqësuesi i Partisë Demokratike Oerd Byllykbashi kërkoi që të nxirret një akt normativ për të zgjatur vlefshmërinë e këtyre dokumenteve vetëm për datën e zgjedhjeve në 11 maj. I kërkojmë qeverisë që pa vonesë të nxjerrë akti normativ dhe të zgjasë vlefshmërinë e dokumenteve të identitetit vetëm për arsye zgjedhore që këta shtetas më 11 maj të kenë mundësi të votojnë. I kërkojmë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si organi suprem në mbarvajtjen e zgjedhjeve që ta kërkojë këtë me forcë në pranë qeverisë në mënyrë që këta shtetas kenë mundësinë që të votojnë. Gjithashtu të rreqim vëmendjen e mekanizmave ndërkombëtar për vëzhgimin e zgjedhjeve, siç është OSBE-Odiri, OSBE-ja, Këshilli i Evropës dhe çdo institucion tjetër ndërkombëtar që ta vënë në dukje këtë shkelje të drejtave shqiptarëve. Kjo zgjidhje bëhet tani, menjëherë në mënyrë që më 11 maj të gjithë shtetet shqiptarë të kenë drejtën të shprehen për ndryshimin, për të ndryshuar këtë regjim autokratik. Sipas tij, e njëjta masë u mor me 5 shkurt për rreth 500.000 emigrantë shqiptarë që do të votojnë nga jashtë vendit, ndaj mosbatimi i këtij standardi edhe për qytetarët brenda vendit përbën diskriminim. Qeveria shqiptare zgjati vlefshmërinë vetëm për zgjedhësit që jetojnë jashtë Shqipërisë, duke diskriminuar ata që janë në Shqipëri. Ky diskriminim është antikushtetues dhe rrezikon të drejtën e votës të këtyre 466.000 shtetësve që banojnë në Shqipëri dhe 11 maj duan të votojnë të shprehin të drejtën e tyre kushtetuese. Ka kërkuar gjithashtu ndërhyrjen e institucioneve ndërkombëtare si OSBE-Odiri dhe Këshilli i Evropës, duke i ftuar që të evidentojnë publikisht këtë që ai e cilëson si cënim të drejtave kushtetuese të qytetarëve shqiptar. Vetëm 5 ditë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka bërë publike të dhënat mbi hetimet për krimet zgjedhore në bashkëpunim me SPAK-un. Ai theksoi gjithashtu se janë shënuar problematika me shpërndarjen e fletëve të votimit për zgjedhësit shqiptar jashtë vendit, ku 21.000 zdarfe nuk kanë mbritur ende, kryesisht nga Greqia. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe SPAK po bashkëpunojnë për të ndjekur penalisht çdo rast të krimeve zgjedhore. 5 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi ka bërë publike disa nga shifrat dhe masat e ndërmarra në këtë drejtim.
struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pra nga SPAK janë 115 materiale kallëzuese, këto nga subjektet zgjedhore, referime nga policia e shtetit, të iniciuara kryesisht nga vetë SPAK, denoncime në platformën online, si dhe denoncime nga qytetarët. Nga subjektet politike, subjektet zgjedhore janë 25 materiale kallëzuese në konsiderim, 35 nga platforma online. Dhe në total janë të regjistruara 35 procedime penale nga SPAK. Nga këto 35 procedime penale, 8 janë të regjistruara kryesisht nga vetë SPAK. Për sa i përket të dhënave të marra nga prokuroria e përgjithshme, janë 32 kallëzime për vepra penale në fushën e zgjedhjeve, në prokuroritë të ndryshme, 3 në prokuroritë e Tiranës, 4 në prokurorinë e Elbasanit, 3 në prokurorinë e Sarandës, 2 në prokurorinë e Durrësit, 3 në prokurorinë e Kukësit, 2 në prokurorinë e Gjirokastrës, 5 në prokurorinë e Fierit, 1 në prokurorinë e Korçës, 5 në prokurorinë e Dibrës, 2 në prokurorinë e Vlorës dhe 2 në prokurorinë e Shkodrës. Krahas problematikave brenda vendit, Celibanshi vure në dukje se janë shfaqur vështirësi edhe në procesin e votimit nga jashtë vendit. Sipas tij, pavarësisht përpjekjeve të institucioneve, mijëra zgjedhës në diasporë nuk kanë marrë ende vletën e votimit. Prej tyre, dhe më vjen mirë që të pyete se ka nevojë për një sqarim këtu. Janë zarfe të cilët nuk janë shpërndarë akoma. Domethënë, DL nuk ka mundur t'i shpërndajë akoma. Domethënë, o janë në zyrat e tyre, o janë në proces, janë në zyrat e DL-s. Prej tyre 11.000 janë për shkak të problematikave të lidhura me adresën, pra pasaktësi në adresë, pasaktësi në emailin e kontaktit dhe pasaktësi në numrin e telefonit. Pra, shërbimi i DL-s ka 11.000 votues nuk ka mundur t'i gjej, nuk ka mundur t'i kontaktoj. Dhe do të thotë që këto 11.000 zarfa janë në zyrat e tyre. Për këta 11.000 të cilët ne e kemi pak a shumë. KQZ-ja ka shtuar thirrje që votuesit të ndjekin me kujdes udhëzimet për kthimin e fletës së votimit dhe të shmangin afatin e fundit për postimin e saj. Në zgjedhjet e 11 majit, për herë të parë, diaspora shqiptare do të ketë mundësi të votojë me postë, por duket se realizimi praktik i këtij procesi ka hasur sfida të rëndësishme logjistike. Me të tjera informacione, policia e Lezhës ka proceduar në gjendje të lirë kandidatin e Partisë Demokratike Gjin Gjoni pas përplasjeve me përfaqësues të Partisë Socialiste dhe Aleancës Euroatlantike, ndërsa situata mbetet e tensionuar vetëm pak ditë para zgjedhjeve. Tensionet politike në Lezhë kanë marrë një tjetër zhvillim me procedim në gjendje të lirë të kandidatit Partisë Demokratike Gjin Gjoni. Ai akuzohet për shpifje pas një postimi në rrjetet sociale Facebook ku pretendon se 5 përfaqësues dhe simpatizant Partisë Socialiste ishin të përfshirë në blerje votash dhe intimitim zgjedhësish. Ngjarja vjen në vazhdim një konflikti që ndodhi mbrëmjen e SHN-s, ku përplasja mes përfaqësuesve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike dhe Aleancës Euroatlantike përshkallëzoi në një incident fizik dhe verbal. Në qendër të konfliktit ishin nënkryetari i Bashkisë Lezhë, Fatjon Zefi, drejtori lokal i OSHE-s, Andi Marku, Gjin Gjoni dhe Eduard Ndocaj, nga Aleanca Euroatlantike. Përfaqësuesit e Partisë Socialiste pretendojnë se rruga u është bllokuar qëllimisht nga Ndocaj dhe Gjoni, ndërsa këta të fundit akuzojnë socialistët për përpjekje për blerje votash. Policia ndërhyri për të shmangur për shkallëzimin e situatës dhe shoqëroi në komisariat të përfshirit në konflikt, ndërsa një 38 vjeçar u procedua për prishjen e qetësisë publike, pengim të qarkullimit dhe kanosje ndaj pjesëmarrjes në zgjedhje. Ngjarja vjen një ditë pas një denoncimi të bërë publik nga familjarët e Klotilda Ndrecës, kandidate e Partisë Socialiste në këtë qark, të cilët pretendojnë se janë kërcënuar me armë nga persona të lidhur me Gjonin. Situata në Lezhë mbetet e tensionuar, ndërsa vendi është në prag të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Gjykata e Korçës caktoi masën detyrim për t'u paraqitur për Altin Allbatin, vëllain e deputetit demokrat Bledion Allbati, ndërsa mbrojtja kërkon ndryshimin e vendimit në apel.
Gjykata e Korçës ka vendosur masën e sigurisë detyrim për të paraqitur pranë policisë gjyqësore një herë në muaj për Altin Allbatin, vëllain e deputetit demokrat të Qarkut Bledion Allbati. Në seancën e zhvilluar paraditën e së martes, pala mbrojtëse kërkoi lirimin e menjëhershëm të tij duke cilësuar të palishëm arrestimin në flagrancë. Avokati Nevzat Taredhi theksoi se ndaj klientit të tij nuk shndronte asnjë nga dy akuzat penale, ndërsa prokuria sipas tij nuk disponon pamje filmike të ngjarjes, por vetëm disa fotografi të konfliktit. Në mbrojtje të vëllait ka dalë dhe deputeti demokrat Bledion Allbati, i cili ka hedhur akuza të forta ndaj prokurores dhe gjyqtares së çështjes. Ai reagoi gjithashtu ndaj komenteve të kryeministrit Edi Rama, të bëra një ditë më parë në një takim elektoral në Devoll. Unë skenua që Edi Rama të shmangte përgjegjësinë e tij për keqeverisjen 12 vjeçare dhe të merrej me një tallavat të tillë siç edhe u mor gjithmonë. A unë e pyes prokuroren, po dhe gjyqtaren, a ma justifikojnë dot pse me urdhër të drejtorit policisë dhe këtë ka pranuar prokurorja në sallën e gjyqit. Drejtori i policisë delegoi që kjo çështje të punohej nga punonësit e policisë në Korçë, ndërkohë që ka kompetencë territoriale komisariati i Devollit. Dhe që këtu duket që është marrë personalisht dhe ka qenë e gjitha i skenuar. Megjithatë, unë e kuptoj. Drejtori i policisë, Niko Beleshi, janë eunuk të pa burr, të cilit marrin urdhra dhe zbatojnë urdhra të verbër nga shefi i tyre Edi Rama. Unë dhe vllai im, as jemi trembur dhe as do trembemi asnjëherë. Ndërkohë, përfaqësuesit ligjor të Altin Allbatit kanë bërë të ditur se do të drejtojnë gjykatës apelit me qëllim kërkimin e një mase më të butë, duke kundërshtuar vendimin aktual. Materialet zgjedhore për zgjedhjet parlamentare kanë bërritur në qarkun e Korçës duke u shpërndarë në masat të rrepta sigurie dhe shoqërimin e mjeteve të ushtrisë dhe forcave të policisë. Aktualisht, shpërndarja po bëhet në të gjithë KZAZ-t e qarkut, ndërsa procesi ka nisur pa probleme. Materialet zgjedhore për zgjedhjet parlamentare kanë bërritur në qarkun e Korçës dhe janë shpërndarë në të gjithë komisionet zgjedhore të administratës zgjedhore KZAZ. Operacioni i shpërndarjes ka nisur në masa të rrepta sigurie në mbështetje nga forcat e ushtrisë dhe policisë që kanë siguruar transportin e materialeve deri në secilën KZAZ që ndodhet në qytetin e Korçës dhe me 5 bashki të tjera të qarkut. Në total, qarku i Korçës ka 7 KZAZ, ku do të shpërndahen kutitë e votimit, fletët e votimit, vulat dhe pajisjet e tjera të nevojshme për zhvillimin e procesit zgjedhor. Policia ka marrë masat e duhura për të ruajtur materiale deri në momentin e shpërndarjes përfundimtare në qendrat e votimit që do të bëhet një ditë para zgjedhjeve në 13 maj. Aktualisht procesi po zhvillohet pa problematika, ndërkohë që komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve po menaxhojnë materialet zgjedhore dhe janë të gatshme për të garantuar një proces të qetë e të sigurt. Autoritetet vendore janë angazhuara për të siguruar që çdo hap i procesit të jetë transparent dhe i besueshëm, duke garantuar një votim të qetë dhe pa rregullsi. Një aksident tragjik në një minier kromi në Qafburreli ka marrë jetën 29 vjeçarit Ardit Beshiri, i cili u zu poshtë nga një masiv mineralesh teksa punonte me efandron. Trupi i tij nuk është gjendur ende, ndërsa kërkimet vijojnë prej 3 ditësh pa sukses. Familjarët kërkojnë shtim të forcave dhe ndërhyrje më të shpejtë për nxjerrjen e trupit të të riut. 4 ditë pas tragjedisë në një minier kromi në zonën e Qafburrelit, ende nuk është gjetur trupi 29 vjeçarit Ardit Beshiri. I riu humbi jetën teksa punonte në një fadron për sistemimin e masave minerale, kur një rrëshqitje rënd inertesh dhe kromi e zuri poshtë. Kërkimet për nxjerrjen e trupit të tij kanë hyrë në ditën e tretë, por mbeten pa rezultat për shkak të vëllimit të madh të materialit të shembur. Pjesë e kërkimeve të pandërprera është dhe babai i tij, Nerimi, i cili me lot në sy u bën apel autoriteteve që të shtojnë forcat në terren. Dua të nxjerr djalin tim, nuk iki pa e marrë shprehjet ai i rënuar nga dhimbja, ndërsa qëndron çdo ditë pranë vendit ku i mbiri humbi jetën. Ngjarja ka sjell pasoja penale për drejtuesit e kompanisë kineze që administron fabrikën e pasurimit të kromit, ku ndodhi dhe aksidenti. Drejtuesi teknik i firmës është arrestuar me akuzën e shkeljes së rregullave të sigurimit teknik në punë. Prokuroria ka nisur një hetim të plot për të verifikuar nëse ishin respektuar standardet e sigurisë në vendin e punës dhe nëse rrëshqitja e ndodhur mund të ishte e parandaluar. Ngjarja ka rikthyer në vëmendje edhe një herë kushtet e rënda në të cilën punojnë minatorë dhe mungesën e masave mbrojtëse, veçanërisht në zonat e të thella me aktivitet të lartë industrial. Organizata e të drejtave të punëtorëve kërkojnë ndërhyrje urgjente në institucionet për të garantuar jetën e punonjësve që shpesh rrezikojnë për bukën e gojës. Policia e shtetit ka shpadur planin e masave për zhvillimin e turit ciklistik Giro d'Italia që nis me 8 maj në Shqipëri, ndërsa opozita kërkon rishikimin e datave për shkak të përplasjes me zgjedhjet parlamentare.
Policia e shtetit ka bërë publike planin e masave për mbarvajtjen e turit ciklistik Giro d'Italia, i cili këtë vit nisi me 3 etapa në Shqipëri. Masat përfshin bllokim të përkohshëm rrugësh, ndalimin e qëndrimit dhe kufizimit të qarkullimit të mjeteve që prej datës 8 maj në Durrës, për vijuar më pas në Tiranë dhe për të përmbyllur me 11 maj në Vlorë, që e paro dhe në zonat përreth lumit të Vlorës. Për shkak të përkimit të datës së fundit të turit me zgjedhjet parlamentare të 11 maj, drejtori i policisë rrugore Altin Qato u pyet nga gazetarët nëse zhvillimi i eventit sportiv do të ndikojë në mbarvajtjen e procesit votimit. Ai theksoi se strukturat e policisë janë të koordinuara dhe se të dyja proceset do të zhvillohen në kushte normale sigurie. Qëllimi i këtij plani masash që kemi bërë ne, këtu konsiston, përveç se të sigurojmë një mbarvajtje të aktivitetit sportiv, ne të krijojmë gjithë mundësinë qytetarëve për të lëvizur lishën. Kuptohet që kjo është një garë ndërkombëtare, e cila është një kalendari i saj është bërë një vit më parë, ka përkuar me datën që ndërlikon pak edhe shërbimin e policisë sepse do një angazhim pak më të madh, por në mënyrën si e shpreva unë, bllokimet, devijimet, ne kemi mundësi të krijojmë akses qytetarëve. Gara unë e shpjegova që mbasi mbaron gara, akset rrugore ku kalon intenari garës hapen, pa nuk pengojnë. Ndërkohë, opozita ka reaguar më herët për këtë çështje duke kërkuar që të rishikohet data e mbajtjes së turit sportiv për të shmangur çdo ndikim në organizim dhe zhvillimin e votimeve. Me të tjera informacione do të kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Një ngjarje e rëndë familjare ka tronditur mëngjesin e së martës qytetin e Prizrenit. Një 44 vjeçar shtetas turk me banim të përkohshëm në Kosovë ka qelluar me thikë 2 vajzat e tij duke vrarë vajzën 15 vjeçare dhe e plagosur rënd atë 11 vjeçare. Policia e ka arrestuar autorin ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave janë në vijim. Prizreni është zgjuar këtë të martë me një ngjarje të rëndë që ka tronditur opinionin publik. Rreth orës 05:57 të mëngjesit një burr 44 vjeçar ka sulmuar me thik 2 vajzat e tij në banesën e tyre në rrugën Shote Galica, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme 15 vjeçares dhe plagosur rënd motrën e saj vetëm 11 vjeç. Vajza e plagosur është transportuar me urgjencë në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë dhe ndodhet nën kujdes intensiv. Policia e Prizrenit ka sqaruar se menjëherë pas marrjes së njoftimit 4 patrulla janë dërguar në vendin e ngjarjes pasi mjekët nuk mund të ndërhynin për shkak të rrezikut nga i dyshuari i cili mbante ende mjetin e krimit në dorë. Sipas raportit zyrtar pas krimit, ai ka tentuar të vetëlëndohet dhe është dërguar në Spitalin Rajonal të Prizrenit në mbikëqyrje. Në këtë ngjarje ka mbetur e lënduar edhe bashkëshortja e tij, e cila është trajtuar në të njëjtin institucion shëndetësor. Autori i dyshuar bashkë me familjen e tij rezulton të jetë shtetas turk me qëndrim të përkohshëm në Kosovë. Policia ka arrestuar menjëherë të dyshuarin dhe ka nisur një hetim të detajuar për të zbardhur motive që çuan në këtë akt tragjik. Autoritetet janë duke bashkëpunuar me strukturat sociale dhe konsullore për të menaxhuar situatën e rënduar ndërsa reagime të forta kanë nisur të vinë nga organizata për të drejtat e fëmijëve dhe institucionet e mbrojtjes sociale në Kosovë. Pas dërshtimeve të njëpasnjëshme për krijimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku ka propozuar formimin e një qeverie tranzicionale e unifikuese, duke ftuar të gjitha partitë parlamentare përfshirë edhe vetëvendosjen. Kriza politike në Kosovë po thellohet 3 muaj pas zgjedhjeve të përgjithshme të 9 shkurtit. Në këtë situatë, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku ka ndërmarrë një nismë të re thirrjen e të gjitha partive parlamentare për të formuar një qeveri tranzicionale dhe unifikuese. Propozoi një qeveri që të i kalon ngërçin aktual dhe i kthen vendit funksionalitetin institucional, deklaroi Abdixhiku të martën. Kjo lëvizje vjen menjëherë pas një ftese nga partia fituese, Lëvizja Vetëvendosje, për një koalicion qeverisës me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ftesë të cilën Abdixhiku e refuzoi. Qëndrimet tona nuk kanë ndryshuar, u shpreh ai duke përjashtuar bashkëqeverisjen me vetëvendosjen në këtë format. Sidoqoftë ai ftoi të gjithë liderët e partive parlamentare, përfshirë edhe Albin Kurtin, për një takim konsultativ. Disa prej liderëve kanë shprehur gatishmëri për bashkëbisedim, theksoi Abdixhiku. Nga zgjedhjet e 9 shkurtit vetëvendosje doli forca e parë me rreth 42% të votave, ose 48 ulse, një rezultat që nuk i garanton shumicën për të qeverisur e vetme. Pas saj Partia Demokratike e Kosovës siguroi 24 ulse, LDK 20, ndërsa AK dhe Nisma morën së bashku 8 ulse.
Procesi ka ngecur në pikën e parë, konstituimin e kuvendit, për shkak të mospajtimeve për kryetaren e propozuar nga LVV. Do të ecim me zhvillimet nga bota. Izraeli po përgatitet për një ofensiv të re ushtarake kundër Hamasit që pritet të jetë më e zgjeruar dhe më intensive. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar zhvendosje të mëtejshme të popullsisë palestineze dhe kontroll të shtuar mbi ndihmat humanitare. Shtyrja e operacionit lidhet me vizitën e ardhshme të presidentit amerikan Donald Trump në lindjen e mesme. Izraeli po finalizon përgatitjet për një ofensiv të re në rripin e Gazës që pritet të shënojë një përshkallëzim të mëtejshëm të luftës kundër Hamasit. Kryeministri Benjamin Netanyahu njoftoi se operacioni i ardhshëm ushtarak do të jetë intensiv dhe do të ketë për qëllim jo vetëm eliminimin e bazave militante, por edhe forcimin e kontrollit të Izraelit mbi territorin dhe shpërndarjen e ndihmave humanitare. Plani është miratuar nga Kabineti i Sigurisë pas disa javësh negociatash të dështuara për një armëpushim. Sipas një zyrtari të mbrojtjes izraelite, ndërhyrja nuk do të nisë përpara përfundimit të vizitës së presidentit amerikan Donald Trump në rajon, e planifikuar për javën e ardhshme. Kjo strategji sugjeron se Tel Avivi synon të koordinojë veprimet me partnerët ndërkombëtar, por edhe të ruajë hapësirën politike për të vepruar më pas me forcë të plotë. Në një mesazh video drejtuar publikut, Netanyahu theksoi se ofensiva nuk do të ndjek më taktikat e mëparshme të ndërhyrjeve të shkurtra, por do të ketë një karakter të qëndrueshëm dhe të thelluar në terren. Ai shtoi se qëllimi është zhvendosja e mëtejshme e popullsisë palestineze për sigurinë e tyre dhe mbajtja nën kontroll e tokave të pushtuara nga ushtria izraelite. Ndërkohë, transmetuesi publik Izraelit Kan raportoi se plani i ri do të zhvillohet në mënyrë graduale dhe do të zgjasë për disa muaj. Zyrtarët izraelit e përshkruajnë zonën tashmë të marrë nën kontroll, rreth 1/3 e territorit të Gazës si një zonë sigurie, ku janë ngritur poste vrojtimi dhe infrastruktura ushtarake. Plani i sapo miratuar shkon edhe më tej. Ai përfshin pushtimin e plotë të territorit të rripit të Gazës, zhvendosjen e civilëve drejt jugut dhe ndalimin e përhapjes së ndihmave në zonat ku Hamasi ka prezencë. Nga ana tjetër, i dërguari amerikan Steve Witkoff deklaroi se Izraeli si shtet sovran ka të drejtën të marrë vendime për sigurinë e tij. Megjithatë, ai shprehu shpresën se do të ketë përparim në marrëveshjet për lirimin e pengjeve dhe një armëpushim të mundshëm para ose gjatë vizitës së presidentit Trump në lindjen e mesme. Franca ka reaguar me tone të ashpra ndaj fushatës së re ushtarake të Izraelit në rripin e Gazës. Ministri i jashtëm francez e cilësoi ofensivën si të papranueshme dhe akuzoi qeverinë izraelite për shkelje të ligjit humanitar ndërkombëtar. Paralajmërimet për një katastrofë humanitare janë shtuar, ndërsa zhvendosja e civilëve palestinezë po bëhet gjithnjë e më masive. Franca ka dënuar ashpër ofensivën e fundit të ndërmarrë nga Izraeli në rripin e Gazës, duke konsideruar atë si një zhvillim të rrezikshëm dhe në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Ministri i jashtëm francez Jean-Noël Barrot, në një intervistë për Radion France Inter, deklaroi se vendimi i Izraelit për të zgjeruar operacionet ushtarake dhe për të detyruar zhvendosjen e shumicës së banorëve të Gazës është i papranueshëm dhe në shkelje flagrante të ligjit humanitar. Qeveria izraelite nuk mund të veprojë jashtë normave ndërkombëtare dhe të injorojë pasojat shkatërruese mbi civilët, tha Barrot, duke theksuar nevojën urgjente për një armëpushim dhe mbrojtjen e popullsisë palestineze. Kjo deklarat erdhi një ditë pasi Kabineti i Sigurisë në Izrael miratoi një plan të ri ushtarak i cili sipas zyrtarëve izraelit përfshin një pushtim toksor të thelluar të Gazës dhe mbajtjen nën kontroll të territorit. Situata në terren po përshkallëzohet me shpejtësi. Ushtria izraelite ka njoftuar se operacioni do të shoqërohet me zhvendosjen e detyruar të popullsisë në zonat jugore, ndërsa infrastruktura humanitare mbetet e paralizuar. Sipas Kombeve të Bashkuara dhe agjencive humanitare, këto zhvillime përkeqësojnë ndjeshëm krizën ekzistues, duke rritur rrezikun e urisë dhe mungesës së ndihmës bazë për civilët. Që nga fillimi i luftës pas sulmit të 7 tetorit 2023 nga militantët e Hamasit në territorin Izraelit, më shumë se 2.4 milion banor të Gazës janë zhvendosur të paktën një herë. Kushtet e jetesës në zonat e strehimit janë bërë të pamundura, ndërsa komuniteti ndërkombëtar apelon për qasje të menjëhershme të ndihmës humanitare dhe për një zgjidhje politike të qëndrueshme. Reagimet ndërkombëtare nuk kanë munguar. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres përsëriti thirrjen për një armëpushim të menjëhershëm dhe lejimin e ndihmës humanitare pa pengesa.
Bashkimi Evropian gjithashtu ka shprehur shqetësim të thellë për zhvendosje masive të popullsisë dhe rrezikun e shfarosjes së komuniteteve të tëra në Gaza, duke u bërë thirrje të gjitha palëve të respektojnë ligjin ndërkombëtar dhe të punojnë për një zgjidhje politike të konfliktit. Disa ditë përpara paradës së 9 majit, Rusia pretendon se Ukraina ka ndërmarrë një nga sulmet më të mëdha me dron ndaj kryeqytetit, ndërsa Kremlini propozoi një armpushim simbolik i refuzuar nga Kievi si shfaqje teatrale. Tensionet mes Rusisë dhe Ukrainës janë rritur ndjeshëm vetëm pak ditë para paradës së 9 majit në Moskë, teksa autoritetet ruse deklarojnë se Ukraina ka ndërmarrë një sulm të koordinuar me dron ndaj kryeqytetit. Sipas dhënësit të Kremlinit, Dmitri Peskov, 4 aeroportet kryesore të Moskës u mbyllën për disa orë për shkak të dronëve që u përpoqën të godisnin objektiva strategjike, ndërsa nuk raportohen viktima. Zjarri do të ndalet, por nëse regjimi i Kievit nuk arrin të bëjë të njëjtën gjë, dhe nëse vazhdon të përpiqet të godas pozicione dhe objektet tona, atëherë do të jepet menjëherë një përgjigje e përshtatshme, tha Peskov. Presidenti Vladimir Putin ka urdhëruar një armpushim 3 ditor që nis më 8 maj për të përkuar me përvjetorin e 80 të fitores ndaj Gjermanisë naziste, një datë historike që këtë vit do të shënohet me praninë e liderëve ndërkombëtar si presidenti i Kinës Xi Jinping. Por Kievi e ka refuzuar këtë propozim duke e cilësuar një shfaqje teatrale përpara kamerave. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar një armpushim të zgjatur për të paktën 30 ditë që do të përfshinte ndalimin e sulmeve ndaj objektivave civile dhe infrastrukturës energjetike. Pozicioni ynë është shumë i thjeshtë për të gjitha vendet që do të zgjedhin të shkojnë në Rusi më 9 maj. Ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi për atë që ndodh në territorin e Federatës Ruse, deklaroi Zelensky gjatë fundjavës. Ministria e Jashtme e Ukrainës ka bërë thirrje që asnjë shtet të mos angazhojë personel ushtarak në paradën në Moskë, duke shtuar se siguria nuk mund të garantohet në këtë kontekst lufte aktive. Ndërkohë Rusia pohon se ky ishte sulmi i dytë i Ukrainës brenda 2 netësh dhe një nga më të mëdhenjt në muajt e fundit, çka rrit pasigurinë për zhvillimin e paradës së përvitshme në sheshin Krasnaja. Kandidati konservator gjerman Friedrich Merz nuk arriti të sigurojë shumicën e nevojshme në Bundestag për të zgjedhur kancelar. Votimi së martës solli një pengesë të papritur për koalicionin e sapo krijuar mes CDU-s, CSU-s dhe socialdemokratëve. Parlamenti gjerman ka tani 14 ditë afat për të vendosur mbi drejtimin e ardhshëm të qeverisë. Lideri i qendrës së djathtë në Gjermani, Friedrich Merz, nuk arriti të marrë shumicën absolute të votave në Bundestag për të konfirmuar si kancelar i vendit, duke hapur rrugën për një periudhë të pasigurt politike në Berlin. Në votimin e zhvilluar të martën, Merz mori 310 vota, 6 më pak se minimumi prej 316 që kërkohet për të marrë drejtimin e qeverisë gjermane. Presidentja e Bundestagut Julia Klöckner njoftoi menjëherë ndërprerjen e seancës për t'i dhënë kohë partive të konsultohen mbi hapat e mëtejshëm. Kjo goditje vjen vetëm një ditë pasi CDU, CSU dhe Partia Socialdemokrate arritën një marrëveshje koalicioni me gjithse SPD. Regjistroi rezultati më të dobët në historinë e saj që nga lufta e dytë botërore, me vetëm 16.4% të votave. Megjithse konservatorët dolën fitues të zgjedhjeve të shkurtit me 28.5%, ata nuk arritën të siguronin një shumicë të vetme dhe mbështetja nga partneri i ri qeverisës nuk rezultoi e mjaftueshme në këtë fazë. Alianca e udhëhequr nga Merz ka premtuar se do të rivitalizojë ekonominë e vendit të goditur nga rënja e prodhimit dhe pasiguria globale, si dhe të rindërtojë ushtrinë gjermane përballë kërcënimeve në rritje dhe dobësimit të lidhjeve të sigurisë transatlantike. Në një klim të tensionuar me Shtetet e Bashkuara, Merz ka theksuar nevojën për më shumë pavarësi strategjike, ndërkohë që presidenti amerikan, Donald Trump, ka vënë në dyshim angazhimin e Shteteve të Bashkuara ndaj NATO-s dhe marrëveshjeve tregtare me Europën. Një tjetër sfidë e madhe për qeverinë e ardhshme do të jetë frenimi i emigracionit të parregullt dhe përballja me rritjen e Partisë Radikale të djathtë Alternativa për Gjermaninë, e cila u rendit në vend të dytë në zgjedhjet e fundit. AFD-ja është cilësuar si një grup ekstremist i krahut të djathtë nga Shërbimi Gjerman i Inteligjencës së Brendshme, një etiketim që ka shkaktuar përplasje të ashpra politike dhe ka shtyrë partinë të ndërmarrë veprime ligjore kundër autoriteteve. Ky zhvillim ka shtuar mëtej tensionet në skenën politike gjermane dhe ka vënë në pikpyetje stabilitetin e shumicës së re parlamentare. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 7 maj 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti do të jetë kryesisht i kthjellët dhe me temperatura të larta për këtë periudhë.
Vranësira kalimtare pritem vetëm në zonat malore në orët e pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 30 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 4 deri në 9 metër për sekond dhe në zonat bregdetare era mund të arrijë deri në 12 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët nga 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 16 deri në 30 gradë Celsius. Kukës 15 deri në 28 gradë. Peshkopi 14 deri në 27 gradë Celsius. Tiranë 17 deri në 30 gradë. Durrës 18 deri në 29 gradë. Kavaj 17 deri në 28 gradë. Elbasan 16 deri në 29 gradë Celsius. Berat 16 deri në 30 gradë. Korç 14 deri në 27 gradë. Vlorë 18 deri në 28 gradë Celsius. Gjirokastër 17 deri në 29 gradë. Sarand 18 deri në 28 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 7 maj 2025 do të karakterizohet nga mot i kthjellët dhe i nxehtë. Pritet diell gjatë gjithë ditës me ndonjë vranësirë të lehtë në zonat malore. Temperatura minimale do të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijon. Mitrovica 14 deri në 31 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 30 gradë. Skënderaj 14 deri në 29 gradë Celsius. Pejë 15 deri në 31 gradë. Prishtinë 14 deri në 32 gradë Celsius. Gjakov 15 deri në 31 gradë. Malishev 15 deri në 30 gradë. Gjilan 14 deri në 31 gradë. Ferizaj 14 deri në 31 gradë Celsius. Kaçanik 15 deri në 30 gradë Celsius. Suharek 16 deri në 30 gradë. Prizren 15 deri në 31 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë miru takofshim.